asociacionin, mas ne dalim një ditë pim kafe dhe këshyrim qa po bujna me Kosovën. Ashtu me Zotin Kurti nuk shkon. Apo kupton, që kjo pi bën nervoz ata. Për që ata e kanë izolu. Nuk besoj që duhet me lëshun qatë nivel muhabetin edhe diskutimin, po jo është... Unë mendoj që jemi... Po të rikujtoj vetëm sa për argumentim, po të rikujtoj deklaratën e parlamentarës Norvegjis në një ditë para antarësimit Kosovës në Këshillin e Europës, e cila thot që Zoti Kurti na ka premtuar që do bëj zbatimin duke dërguar draftin e statutit të asociacionit tek gjykata kushtetuese. Rrjedhimisht ne do votojmë për në asamblejën parlamentare. Dhe kjo deklarat tregon që nuk mundesh me lujt me lojra të dy feshta se nuk është Sali Zyba Bashkimi Evropian. As nuk është Xhelal Sveçla. Bashkimi Evropian është institucion jashtëzakonisht serioz. Pse këta që i përmendën janë jo serioz as ka? Jo, këto janë tentime, sikur idenë e çon atje, është zon dy billboarda, krijon populizëm Kosovë, edhe manej kthehet thotë jo, unë jam serioz për me diskutu. Jo, që ky Bashkimi Evropian ka e bombardon palët në proces. Vetë që sta komi bombardu ata që se nënshkruajnë. Që se nënshkruajnë, a Vučići se nënshkruajti, kur gjë nuk u bo me ta. Nuk është e vërtet. Para një muaj shkojnë Moskë, i thanë kena me ta izolu shtetin, kena me nu sanksione. A i shkojnë Moskë, kur gjë nuk i bënën. Ta shtë të pëthu Kurti kopaj. Kështë problemi Kurti. Problemi është politika e Bashkimit Evropian e ledhatimit. Ata nuk po munën me shpëtu pëtësoj politikës që e kanë që 100 vjetë. Nuk e kanë ata këtë politikë që so vjetë. Ta shtë e rishtë asaj. Gjithmonë e kanë pas ata kështu. Tu e ledhatu, pret mos Serbia po prishet me Rusin. Kur nuk u prish, visi ka intensifiku raportet. Që kjo është problemi. Edhe ta është ky Kurti u bu shumë i papërshtatshëm për ta. Këta po kanë qef një politikan shqiptar i cili thot hajt mëre se qysh thujnë këta ndërkombëtar se këta na kanë çliru. Qysh tu kanë qef? Po kërkoj falje që pe uli kaq shumë nivelin e muhabetit, po kam frikë që s'po më kuptojnë krejt e për çata. Tani, e pavërteta këtu është se pas marrëveshjes Kurti Vučić, Borrell del në konferencë për shtypje dhe thotë kemi arritur marrëveshje që të dyja palët në mënyrë të pavarur do të zbatojnë atë që është arritur këtu. Po, qa tha Vučići kur shkoj mas 4 orëve në Beograd? Kjo pralla e nënshkrimit, jo mas 4 orë kur shku në Beograd. Kjo është prallë, çështja e kom nënshkruaj me të majtën, jo unë nuk e nënshkruaj me djatën, së më dhe mundu dora e djatë. Veç mund nëse mundin me majtë nivelin. Jo, e përmana nivelin. Argumentet do të mi majtë. Le nivelin, se niveli së shtë i rëndësishëm. Jo, më shumë rëndësishme. Por edhe e ka një strategji, ai po menon të ledhatu Serbin e ndon për Rusisë. Ndërkohë del Vučići mas 4 orë thotë, mu më dhem dora e djatë. A mundemi për një sekond me lon Vučićin Zotit Kurti do të mi thonë pse ti që u bu, pse ti s'pës bapë të marrë. Le Vučićin aty ku është. Vučići nëpërmjet këtij procesi ka arrit me nënshkruar një marrëveshje strategjike me Shtetet e Bashkuara për energji. Ka ble aeroplan edhe kapacitete ushtarake prej Francës. E ka nënshkruar një marrëveshje strategjike për dominancë ekonomike me Gjermaninë për litiumin. Ndërsa në anën tjetër Kosova është e izoluar praktikisht, nuk merr as fondet e Bashkimit Evropian. Që ky është rezultati. Unë flas për rezultatet. Unë flas për qasjen. Po ti si i thirru me fol për rezultatet? Po jo, unë jam shumë i thirru me fol. Ti pak me analizu, edhe ty me të pengu, me thonë që kjo qasja e BE-s është në rregull. Se ata as nuk zgjidhin problemin. Hajde që pezojnë api shkojnë Kosovën, për s'ka problem. Po dojnë me rrej Kosovën. Apo zgjidhe problemin, me thonë prasotni. Që ka për rrej Albin Kurtin, a më në vis zgjidhe. Te ekim që të problemin me Serbin. As nuk zgjidhin problemin me Serbin, veç po munohen me izolu Kurtin. Ndërkohë, Kurti si shpo shihet, një kohë të gjatë ka me qenë pushtet. Që është problem që të mërzu Kurtin. Për besmo. Vazhdo, nuk është ajo problemi. Nëse do argumentimin, dush me ndëgju argumentimin deri në fund. Unë po ti dëgjoj argumentet, pse nuk më pengon mu nuk më pengon fare qëndrimi i Bashkimit Evropian. Absolutisht. Unë mendoj që qëndrimi i Bashkimit Evropian është kundrejt një lideri manipulues që ka rajt në Bruxelles edhe në shumë thjesht. Ka rajt në Bruxelles edhe në orë. Qa ka rajt? Që unë kam shku edhe me zbatu asociacionin që e ka thonë në RTK. Pse se në shuj kjo Vučići? Nuk, tani ti merë gjuja fojnë Vučićit, a i ka nënshkru 4 marrëveshje strategjike. Ti e izolum.
Domthonë ti vazhdo me akuzu Serbin, ajo